Tani, në fillim titulli i mesazhit ishte Vëreni Perëndin të parin. Por diçka më shqetësonte te ky titull dhe mendova do ta ndryshoj dhe do ta bëj Mbajeni Perëndin të parin. E dini pse? Sa herë kemi vendosur ta vëmë Perëndin të parin, por të mbajturit atë të parin është kthyer në problem, sepse nëse e keni vënë re, bota është plot me gjëra të cilat na shpërqendrojnë. Jam e sigurt se keni provuar të merrni një vendim për të cilin jeni lutur çdo mëngjes dhe keni studiuar fjalën para se të bëni diçka tjetër dhe pastaj në mbrëmje nuk e keni iden ç'ka ndodhur, por plani juaj nuk ka funksionuar. Dhe kështu, më shumë se kur ndonjëherë, tani më dëgjoni, më shumë se kur djalli do t'ju luftojë që të mos e mbani Perëndin të parin në kohën tuaj, në financat tuaja dhe në shumë gjëra të tjera. Kështu e ndjej se Zoti do që unë t'ju them në këtë takim se duhet ta mbani atë të parin dhe për disa nga ju kjo mund të kërkojë disa rregullime dhe ja cila është ajo gjë që nuk doni ta bëni. Shumë vite më parë e gjeta veten duke u përpjekur ta përshtasja Perëndin në planet e mia. Dhe më në fund një ditë Zoti më tha, "Përse nuk përshtat planet e tua me mua?" Kështu apo përpiqeni ta përshtasni Perëndin me planin tuaj, apo jeni të gatshëm që sot të thoni, "Perëndi, ti do t'jesh i pari dhe nuk ka problem se çfarë duhet të fshi nga plani im." Pavarësisht se çfarë duhet të heq nga plani, apo se çfarë duhet të ndryshoj, apo se çfarë gjërash duhet të rregulloj, unë dëshiroj të mbaj ty të pari në jetën time, në çdo gjë që bëj. Po ju them se të qenit i krishter nuk funksionon siç duhet nëse Perëndia lihet në plan të dytë. Dhe ndoshta nuk ndodh kështu për shumë nga ju, sepse nuk do të kishit marrë mundimin të vinit në këtë takim, por nuk po ju flas vetëm juve këtu, po ju flas me miliona njerëzve në mbar botën, përmes kësaj teknologjie të mrekullueshme që e kemi quajtur televizion. Dhe ndoshta ka njerëz që mendojnë se aksidentalisht e kanë çuar televizorin këtu, por ky sot mund të jetë moment jetëndryshues për ta. Ndoshta ka gjithashtu edhe shumë njerëz që u drejtohen siç i drejtohesha unë vetes sime më parë me fjalët njerëz fetar. Mirë, Jezusi nuk vdi që të kemi një fe, ai vdi që të kemi një marrëdhënie të thellë personale intime me Perëndin përmes Krishtit. Ne duhet të mësojmë si të bëjmë jetë me Perëndin. Ai nuk dëshiron të jetë pjesë e mëngjesit të së dielës, ai do të jetë i mirëpritur dhe të jetë një pjesë jetësore në çdo gjë që ne bëjmë. Mirë atëherë. Miliona njerëz besojnë tek Jezusi dhe shkojnë në kishë çdo të diel. Por Perëndia nuk është i pari në jetën e tyre. Dhe dua t'ju them se ai është një Perëndi xheloz. Ai është xheloz për ju. Ai ju vë të pari në jetën e tij, e dinit këtë? Gjithë secili prej nesh është i pari në mendimet e tij. E po si mund të jemi të gjithë të parët, sepse Perëndia është Perëndi. Dhe ai mund ta bëjë këtë. Dhe kështu çdo gjë që unë po them sot nuk është thjesht për një turm njerëzish, është për ju individualisht. Dhe sa po Jezusi vdiq në kryq dhe pastaj u ngjit në qiell, ai dërgoi frymën e shenjtë që mund të jetë gjithkund gjatë gjithë kohës me çdo njeri. Dhe kështu Perëndia është i gjithpranishëm. Ai është këtu sot, por është edhe në Kinë, në Afrikë dhe në Indi dhe në Azi. Dhe ai mund t'i thotë diçka të ndryshme gjithë secilit prej nesh në të njëjtën kohë. Njerëzit vinë në konferenca dhe më thonë gjëra që as unë vetë nuk mbaj mend t'i kem thënë. Por dëgjoni, Perëndia mund t'ju flas. Dhe unë dëshiroj që sot të kuptoni se jeni në mendjen e Perëndis gjatë gjithë kohës. Ju jeni në mendjen e Perëndis gjatë gjithë kohës. Ai është duke menduar gjithmonë për ju. Ne as që nuk mund t'i numërojmë mendimet që Perëndia ka për ne. Ato janë si kokrizat e rërës pranë detit. Para se ne të mbërrinim në planetin tokë, Perëndia bëri një plan për secilën nga ditët e jetës sonë. Ai nuk ju detyron të ecni në atë plan, por do t'i pëlqente të ecnit në të.
A I dëshiron të na drejtoj dhe udhëzoj në jetën tonë dhe vërtet, po e them përsëri, të përfshihet në çdo gjë që bëjmë, në çdo vendim që marrim, Perëndia dëshiron që të jetë pjesë. Dhe Jezusi vdiq që të kemi këtë. Dhe jo thjesht të besojmë një doktrinë dhe të bashkohemi me një grup, dhe të shkojmë në kishë një herë në javë, e të shpresojmë të shkojmë në qiell. Është vërtet e trishtueshme nëse ky është kuptimi I krishtërimit për ne. Kështu, unë dua t'ju flas për një moment, se sa e rëndësishme është që të kujtojmë gjërat që Perëndia ka bërë për ne. Ka disa paralajmërime në Bibël në lidhje me rrezikun e harrimit të Perëndisë. Dhe vërtet, problemi më I madh me kombet tona sot nuk ka lidhje me parat, por me moralin. Nëse morali do t'ishte I mirë, para do të mjaftonin. Dhe pavarësisht se sa panele ekspertësh bashkohen për të studiuar problemin, nuk kanë për t'i gjetur kur përgjigjet, sepse përgjigja është e thjeshtë. Pendohuni për mëkatet dhe kthehuni tek Perëndia. Dhe në pjesën më të madhe të jetës sonë, kjo është përgjigja thelbësore. Mjaftu përpoq që të bëni atë që doni dhe filloni të bëni atë që unë po ju kërkoj të bëni. Amerika u ndërtua mbi parimet themelore të fjalës së Perëndisë. Të gjitha ligjet tona janë ngritur mbi fjalën e Perëndisë. Dhe ju nuk mund ta largoni Perëndin nga një kom që është ngritur me bazë tek ai dhe të prisni që ai të zgjasë të funksionojë. Izraelitët e bën këtë përsëri dhe Perëndia është I hirshëm dhe gjithmonë I ka pranuar përsëri. Por ata vazhdonin të bënin të njëjtën marrëzi vazhdimisht dhe sa herë bënin kishin luftra, kishin krizurie dhe kishin çdo lloj problemi në jetën e tyre. Nuk e di se përse dikush nuk është në gjendje të shohë gjërat që po ndodhin. Dhe mendoj se një nga gjërat që duhet të lutemi është që të verbrit të shohin dhe të shurdhrit të dëgjojnë. Nuk e kam fjalën fizikisht, po flas në lidhje me verbërinë që ka prekur drejtuesit tanë, e cila nuk I lejon ata të shohin se cili është problemi vërtet. Mjafton të kthejmë kokën pas e të kujtojmë se I hoqën 10 urdhërimet nga muret e shkollave dhe gjërat kanë ndryshuar që nga ajo kohë. Mirë. Të gjithë mund të themi, e po nuk di se çfarë të bëj, nuk di çfarë të bëj. Ne nuk kemi përgjegjësi për atë që bëjnë të tjerët, kemi përgjegjësi për atë që bëjmë vetë. Amen. Këtë mëngjes lexova për një grup nënash, nuk më kujtohet saktësisht se ku ishte, nuk po e them vendin. Por ato filluan një drek për Jezusin, jashtë territorit të shkollës në një park aty afër. Fëmijët shkojnë tek McDonald's dhe nuk e vrasin mendjen. Shkolla nuk përfshihet në këtë gjë. Qeveria nuk përfshihet nëse doni të shkoni të hani diku. Mirë, këto nëna filluan një drek të mirë të gatuar në shtëpi për ndonjë nxënës që donte të shkonte të hante drek atje dhe ato prezantojnë një mesazh të thjeshtë të krishtërimit, por edhe ushqejnë fëmijët. Mirë, tani ka 500 fëmijë që bashkohen me to vullnetarisht. Kështu, tani këta fëmijë po kërcënohen. Atyre u kanë thënë se nuk mund ta bëjnë më këtë gjë, se nuk mund të shkojnë më atje, dhe lavdi Perëndis, këto gra janë duke luftuar dhe kanë marrë një avokat që do t'i ndihmojë të luftojnë. Kështu, ne nuk mund të rrim të heshtur në gjithë këtë e të themi, nuk di çfarë të bëj. Dua të them se duhet të shkundemi dhe të themi, ne kemi të drejtë të flasim për Perëndin, aq sa të dëshirojmë të flasim për Perëndin. Tani, jam dakord se ky është një vend I lirë dhe ne nuk mund t'i detyrojmë njerëzit të besojnë dhe nuk mendoj se duhet të përpiqemi t'i detyrojmë të besojnë atë që ne besojmë, por nuk mund t'i lejojmë të na largojnë atë që ne besojmë. Duket sikur sot të gjithë kanë të drejta përveç të krishterëve. Por çdo gjë që po ndodh në këtë vend dhe në shumë vende të tjera në botë, ndodh sepse kanë harruar Perëndin. Ne kemi nevojë për të kur jemi të dëshpëruar. Nuk mund të shkojmë tek Perëndia vetëm kur jemi të dëshpëruar. Kjo nuk është ecje me Perëndin. Ligji I për të rirë 8, 19 dhe 20.
Mendoj se ky sot do t'jetë një mesazh shumë i fuqishëm. Por në qoftë se ti haron Zotin Perëndin tënd, dëgjoni, unë nuk dua ta harroj Perëndin asnjë ditë të jetës sime. Tani, ne rritemi në ecjen tonë me Perëndin dhe dua t'ju tregoj disa gjëra nga jeta ime, nuk e bëj për të mburur, por thjesht si një shembull për ju. Unë nuk i vë këmbët në tokë në mëngjes pa folur më parë me Perëndin. Nuk dua ta bëj këtë. Kam nevojë që ai të më ngrejë dhe të më shoqërojë. Do të keni nevojë edhe ju kur të plakeni. Forca, por në qoftë se ti haron Zotin Perëndin tënd për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për t'u shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre. E dini, ndonjëherë ne mendojmë se perëndi të tjerë do të thotë një lloj feje apo besimi rrem apo të rënit përmbys para një statuje apo një idhulli, por po ju them se ne mund të kthejmë çdo gjë në një perëndi në jetën tonë. Sepse çfarëdo lloj gjëje që ne e bëjmë më të rëndësishme se perëndin, bëhet një idhull për ne. Ne mund të vëmë ndërtimin e një shtëpie para perëndis. Në fakt, unë njoh një burr. Ai dhe gruaja e tij po ndërtonin një shtëpi dhe ishin shumë të përfshirë. Ai ishte ndërtues në profesion dhe kështu përveç punës së tij po kalonte çdo moment të ditës me shtëpinë e re. Gjatë ndërtimit të saj, ai nuk kishte kohë të shkonte në kish. Dhe përfundoi duke pasur probleme të jashtëzakonshme në marrëdhënien e tij me Perëndin. Ai përfundoi duke u ngatëruar me një grua tjetër në punë dhe më pas u divorcua. Më dëgjoni, nuk mund të marrim pushime nga Perëndia. Amen. Një grua tjetër që kishte një shërbes lutjeje të jashtëzakonshme ndërmjetësuese. Dhe po ju them diçka, kur luteni 5 herë çdo mëngjes, kjo është një dhuratë. Është një dhuratë. Unë lutem shumë, por nuk e kam këtë dhuratë. Dhe ajo ishte shumë besnike dhe e zellshme dhe kënaqej nga kjo. Dhe familja e saj do të bënte 2 javë pushime, kështu që ajo vendosi që gjatë këtyre 2 javëve të mos ngrihej herët e të lutej. Kur nuk ju kthye më rutinës së mëparshme. Vajosja u largua dhe ajo nuk ju kthye më rutinës. Nuk mund të marrim pushime nga Perëndia. Më dëgjuat? Nuk mund të marrim pushime nga Perëndia. E po nuk jeni... Duket qartë që nuk jeni dhe aq të sigurt. Ju thoni, mos do të thuash që duhet të kaloj kohë me Perëndin çdo ditë? Po sikur të mendonit për këtë çdo 5 minuta. Perëndia nuk është vetëm për rastet urgjente të jetës sonë. Ai është jeta jonë. A jeni zgjuar ju andej? Në të, pali tha. Pali tha, sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi. Mirë, kështu ne mund të përpiqemi të bëjmë disa gjëra pa të dhe thjesht dështojmë duke shpresuar që më në fund t'ja dalim. Kështu më ndodhi mua. Ligji për të rirë 8-19. Por në qoftë se ti haron Perëndin tënd për të shkuar pas perëndive të tjera për të shërbyer e për të rënë përmbys para tyre, unë shpall solemnisht para jush se do të vdisni me siguri. Vargu 20, do të vdisni si kombet që Zoti zhduk para jush, edhe ju do të zhdukeni sepse nuk e keni dëgjuar zërin e Zotit Perëndis suaj. Ai po u flet kombeve. Amen. Perëndia nuk u flet vetëm individëve, por u flet edhe kombeve. Tani, një nga shkrimet më të trishtuara në Bibël është Jeremia 2:32. Megjithatë populli im më ka harruar nga një numër shumë i madh ditësh. Wow. Thjesht të imagjinojmë për një sekond, nëse mund të arrijmë të imagjinojmë se jemi Perëndia. Dhe se i duam aq shumë njerëzit sa që kemi dërguar birin ton të vdes për ta. Dham birin ton të vdes për ta dhe e pam të përjetonte një vdekje të tmerrshme. Tani, këta njerëz nuk kanë kohë të thonë as përshëndetje. Por një numër të madh ditësh.
Por mua më pëlqen çdo fjalë në përkthimin e Jeremias 2:32. A mund t'i harroj një vajzë e re stolit e saj? A keni harruar ndonjëherë të vini vët dhe jeni kthyer në shtëpi? Mendojeni këtë. Unë e kam bërë. A keni harruar ndonjëherë telefonin dhe jeni kthyer ta merrni? Thot, ose a haron një nuse të vesh brezin e saj? Megjithatë, populli im më ka harruar nga një numër aq i madhitër sa që nuk numërohen. Mirë, tham se do të ktheshim në shtëpi po të harronim vëthët, do të ktheshim në shtëpi po të harronim telefonin, por a ka harruar ndonjë nga ju të lutet e më pas të thot do të kthehem në shtëpi të lutem para se të filloj këtë ditë? Asnjë nga ju nuk po e ngre dorën. Ky ndoshta mund të jetë mesazhi më i vlefshëm që keni dëgjuar prej një kohe shumë të gjatë. Dhe e dini njerëzit thonë, po e di, kur unë lutem nuk dëgjoj asgjë, kur përpiqem të studioj nuk kuptoj asgjë. Nuk do të shqetësohesh apo të isha në vendin tuaj. Mendoj se e rëndësishme për Perëndinë është që t'i jepni kohë. Nuk ka rëndësi nëse shkoni e uleni në karrige diku dhe bëni Dhe sigurisht mund të thoni jam këtu sepse nuk mund ta përballoj këtë ditë pa ty. Amen. Psalmi 106:7. Etrit ta në Egjipt nuk i kuptuan dhe nuk i vlerësuan mrekullitë tua. Nuk kujtuan me zell numrin e madh të mirësive të tua dhe nuk e gdhendën mirësinë tënde në zemrat e tyre dhe ngritën krye dhe e provokuan Zotin pranë detit të kuq. Kështu ja çfarë ndodh. Kur e harrojmë Perëndin, kalojmë në mosbesim dhe pastaj mosbesimi na çon në rebelim. Mund ta shoh shumë qartë në kombin ton. Kur ne filluam të harrojmë Perëndin, atëherë filluam të mos besojmë më. Kur them ne, nuk po flas për ne si individ, jam duke folur për ne si një komb. Unë nuk mund ta kuptoj se përse dikush nuk do të besoj tek Perëndia. Disa mendojnë se është misioni i tyre të pengojnë të tjerët të besojnë. Dua të them se kjo është ajo që po ndodh në botën e sotme dhe është shumë me qartë se është nga djalli. Por ai duhet të punoj përmes dikujt. Kjo gjë më pas çon në rebelim. Tani, kjo ishte parathënia dhe tani të filloj mesazhin. E dini, ne të gjithë kemi pikat e kthesës në jetën tonë. Vende dhe kohë kur mund të themi, kur Perëndia më shpalosi kuptimin e këtij shkrimi, ishte jetë ndryshuese. Sa nga ju mund t'i kujtojnë këto nivele në ecjen e tyre me Perëndinë? Dhe një nga këto vende për mua ishte Psalmi 27, vargu 4. Sepse unë isha predikuese e mbushur me frymën, e rilindur, por nuk isha e lumtur. Dhe sinqerisht, një i krishteri pa lumtur është një lloj kundërshtie, sepse ne duhet të jemi njerëzit më të lumtur në faqen e dheut. E dini pse? Nuk do të shkojmë në ferr. Ju thoni, po unë kam këtë problem dhe kam këtë problem dhe kam atë problem, por nuk do të shkoni në ferr. Edhe si kur t'i mbani problemet tuaja për 30 apo 40 vite të tjerë, pra aq kohë sa do t'jetoni. Po ju them diçka, nëse duhet të vazhdoni t'i duroni ato, mund të vazhdoni e t'i duroni nëse kjo është ajo që duhet të bëni, por do të keni kohë të pafundme në përjetësi. Forca tani, le të kthehemi përsëri tek vendosmëria jonë dhe të themi, mua nuk do të më marrë rrjedha bashkë me njerëzit e tjerë në botë. Nuk do ta humbas besimin, unë do ta mbaj Perëndin të parin në jetën time. Dhe dua të kem çdo gjë që Perëndia ka për të më dhënë. Amen.
Një gjë I kam kërkuar Zotit. Ndërsa isha në atë gjendje të qenit e palumtur. Vërtet fillova ta kërkoja Perëndin. Një gjë I kërkova Zotit dhe atë kërkoj me ngulme, kërkoj me shumë këmbëngulje. Fjala kërkoj është një fjalë shumë e fortë. Do të thotë të dëshirosh fort, të ndjekësh pas, të rendësh pas gjithçkaje me gjithçka që ke. Ju dini se si ta kërkoni një kafe të mirë kur ju pihet. Unë do të kërkoj një palë këpucë sot pasi të mbaroj ky takim. Do t'i gjej ato këpucë. Në fakt, një ditë shkova në një dyqan këpucësh për të marrë stresën e brendshme të këpucëve dhe pash një dy palë këpucë që më pëlqyen sa po hapa derën e dyqanit dhe e kam shkruar këtë në planin tim që nga dita kur I pash ato këpucë. Forca, unë do t'i blej ato këpucë. Madje u përpoqa të gjeja të njëjtin dyqan në qytetin tuaj, por nuk I kishin. Kështu do të shkoj në shtëpi kur të mbaroj konferenca, për të cilën kam punuar shumë dhe do të shkoj të blej këpucët që më pëlqyen. Unë po I kërkoj ato. Dua të them, a mund të fillojmë të kërkojmë Perëndin të paktën ashtu siç kërkojmë një palë këpucë? A mund të jetë ndonjë nga ju aq entuziast për Perëndin sa ç'është për një ndeshje futbolli? Thjesht të thotë. E po, vëlla, nuk do të shkoj në kishe të thërrasi një njeri çmendur. Vërtet? Do të doja të kisha video tuaj atë kur shinit futboll. Kështu, shumë vite më parë, Perëndia më në fund, e përcolli këtë tek unë dhe ai më tha kështu. Joyce, ti nuk mund ta bësh këtë dhe me këtë donte të thoshte jetën, shërbesën, çfarëdo gjëje që po bëni. Po flas për çdo gjë që ju po bëni, qoftë kjo rritja e 4 fëmijëve. Ndoshta ajo që po bëni është prindërimi vetëm, nuk mund ta bëni këtë. Nëse nuk e mbani Perëndin të parin në jetën tuaj. Dhe ky shkrim po thotë se duhet ta kërkojmë Perëndin si një pjesë jetësore e domosdoshme. Kjo do të thotë se nuk mund të bëjmë pa të, tani. Ka shumë pak rëndësi për mua nëse po mendoni se jam radikale dhe po e teproj, sepse unë mund t'ju them se unë e di që nuk do të kisha asnjë arsye të ngrihesha nga shtrati asnjë ditë të jetës sime nëse nuk do t'i shërbeja Perëndis. Disa nga ju janë ende të rinj dhe ndoshta mendojnë, o mos, duhet të martohem dhe do të kem fëmijë, duhet të arrij suksesin dhe është gjë e mirë, bëjini këto. Por nëse I bëni të gjitha këto pa Perëndin, do të arrini në fund të gjithçkaje dhe do të jeni të pakënaqur. Do të jeni thjesht njerëz që frumbullojnë në përshkretëtir, duke parë mirazhe njëri pas tjetrit e duke menduar se kanë ujin që ju duhet. Kjo do të më bëj të lumtur, kjo do të më bëj të lumtur, kjo do të më bëj të lumtur. Asgjë nuk do t'ju bëj të lumtur, të kënaqur dhe të përmbushur. Mund të shijoni pushimet e do të jeni të lumtur ndërsa po pushoni, por kush dëshiron të shijoj vetëm disa ngjarje dhe disa ditë në jetën e tij? Unë dua të shijoj çdo ditë të zakonshme, çdo ditë të jetës sime. Çdo ditë, çdo moment. Le të kujtojmë se duhet të drejtohemi, udhëzohemi dhe kontrollohemi nga fryma e shenjtë. Dhe lutja ime për të gjithë ne sot është që të kërkojmë Perëndin dhe ai do të na ndihmojë ta mbajmë atë të parin në çdo gjë që ne bëjmë.